prokurorët e SPAK-ut. Ti e di që SPAK-u ka 20 prokuror? Jo. Ja, 20. Nga i pari dhe të fundit. Tani, kemi zgjedhjen e tani, filloi fushata Arlid, po ti e di që është mbyllur dhe dorëzimi i kandidatëve për drejtuar SPAK, se këto janë zgjedhje më të rëndësishme se sa. Ma feti para se të fillojnë bisedën. Njëri nga këta, përjashtuar Dumani dhe Krajen, kishin të drejtë të kandidonin. Kanë kandiduar 4. Adnan Xholi, 1, Doloreza Musabiliu, 2, Elvin Gokaj, 3 dhe Klodian Bravo, 4. Okay. Për drejtuesës SPAK, që është shumë e rëndësishme. Vërtet e rëndësishme. Tani, duke përfshirë dhe zgjedhjen, unë duaj një koment nga ty, sepse më ka bërë përshtypje edhe një gjë tjetër, përveç dikujt njerit që gjeta, nga si vit që ata i kanë bërë publike tani, të gjithë tjerë nuk ka lindur asnjë në Tiranë. Domethënë, nëse qeveria janë të gjithë në Tiranë, përveç Dibranit Lamallari, që ka lindur në Dibër, në Peshkopi, gjithë tjerë ka lindur në Tiranë. Këta të gjithë nuk kanë lindur në Tiranë. Domethënë, përveç njerit, më duket, nuk e di, një nga këto se s'po kujtohet tani, nuk më vjen në memorie, por një ditë që bëm një analizë. Tani, ka ndonjë domethënie kë për ty? Është interesante shumë si e dhan. Unë me që kam fushë studimi shoqërinë, pjesërisht, politikën, po edhe raport midis politikës dhe shoqërisë, më grish kjo si pyetja. Edhe po mendoj se vendlidhje, se banimi, sepse të thuar që është komplet rasi me 20 vet. Po 20 vet nuk është nuk. Dhe qeveria pak a shumë kaq ka 20 plus minus me kryeministin kaq ka. Duhet menduar dhe ajo e qeverisë, po ajo që po mendojnë është kjo që mobiliteti social, do të thënë që është edhe shoqëror, nga pikpamja shtresore, por është edhe gjeografik, domethënë, nga periferia drejt qendrës. Mobiliteti social në Shqipërinë në këtyre 30 viteve është lidhur me disa profesione që kanë qenë të ndryshme nga profesionet e difuzë. Më kujtua, Olz Dato ka lidhur në Tiranë, vetëm. Po pra fenomeni qendron, ose. Po vetëm një. Pra fenomeni qendron. Mobiliteti social në Shqipëri është lidhur në këto 30 vitet e fundit me disa zanate, dhe një prej zanateve kam përshtypjen ka qenë edhe jurisprudenca. Juristi. Pra si ti mund të qash në jetë, si mund të vish nga një kontekst, po themi, më periferik drejt qendrës, dhe ka qenë, nëse në sistemin e dikurshëm ka qenë, ku diun, të bëhesh inxhinier apo të bëhesh oficer për të bërë këtë kalimin. Këtu kam përshtypjen juristi ka qenë një ashensor më i rëndësishëm social. Kjo është argumenti fort. Kjo është gjëja që më shkon mua në mendje. Olsi dhe Enedi, se ai ka jetuar jashtë, ka bërë arsimimin në Rumani, Enedi Nakuçi, po tani janë më i qartë. Olsi Dato dhe Enedi Nakuçi janë 2 nga 20. Prapë shumë pak. Kam përshtypjen që është kjo, pra që studimi për drejtësi, vazhdimi karrierës si avokat apo gjykatës, ka qenë një ashensor i rëndësishëm, pra nuk është se kemi pas vepra industriale në këto 30 vjet që ti të bëhesh inxhinier, ose nuk është se kemi pas një ushtri të madhe që ti të bëhesh oficer për të avancuar. Apo gjeolog që të shohësh për dikur kanë qenë këto profesione të ngjitjes sociale. Sot besoj një nga ashensorët ka qenë studimi për jurisprudenca përgjithësi, dhe besoj kjo edhe e shpjegon këtë gjë. Ndërkohë që qeveria pastaj është nuk e di, qeveria ka një natyrë të pushtetit mirëfill politik. Jo vetëm Lamallari ka lidhur Peshkopin me jashtë. Dhe ajo reflekton ndoshta edhe privilegjet që gëzojnë ende, si thua. Okej, po këta 4 tani si kandidatura? Nuk e njoh, po nuk. Unë nga gjithë ajo listë njoh me emër vetëm Dumanin, edhe atë që ka qenë Krajen, që ka qenë këta 2 i njoh. I pari dhe i dyti. Edhe këtë Dadon që është prokurori i Erion Veliaj, po edhe Dadon e njoh vetëm për këtë çështje. Si do ishte Arlind nëse do ishte një zonjë? Doloreza Musabiliu është vetmja zonjë që ka kandidon mes të 4-ve. Si do ishte në krye të ishte një zonjë? Po nga që nuk e njoh zonjën Musabiliu. Ti kujton se unë i njoh në kuptimin shumë të afërt. Nuk di të them nëse është ajo e përshtatshme apo 3 tjerët, por nëse të 3 do të kishin cilësi të barabarta, më mirë do ishte një grua. Po që do të kishin cilësi të barabarta. A mendon dhe parashikon që do mbahet steka Altin Dumanit në SPAK? Apo do ulet? Unë shpresoj shumë që të mos... Shikum kam vrejtje për zotin Dumani. Ke vrejtje? Po patjetër. Ku ke ti pa vrejtje? Sigurisht mendoj që punë e ka bërë më mirë se sa Arben Kraja. Po, shko, duhet të theksoj një gjë, se këtu është mungesë informacione. Ku ishte Arben Kraja, nuk ishte fare BK, se nuk ishte ndërtuar. Edhe nga 20 që duhet ishin vetëm 8-7 prokuror. Puna e SPAK-ut ka avancim të dukshëm me zotin Dumani, pavarësisht se unë kam pastaj kritika pse nuk ka shkuar më thellë e shumë më thellë. Dakor? Ishe ti prokuror, ti arrestohet tërë për atë punë. Po jo, më vetëm ata janë përgjegjës.
Po përgjegjës ti ke listën e gjatë Lind? Çfarë ne duhet shpresojmë është që minimumit mos bëjmë më keq. Do të mos ulim atë të duman. Tani se e keqja dhe e mira janë dy pole ndryshe dhe s'kan fund. Pra, dhe të kërkoni më shumë dhe më mirë. A është në njëri nga këta 4 kandidatë që kanë më shumë potencial, nuk e di sepse nuk i njoh, po shpresoj që të jenë më mirë. Tani, nëse dy partitë, sepse tani lufta atje ka filluar që kush ta ketë më shumë, ta ketë Spakun. Mund t'i vënë së këmbsha Spaku si institucion, se zoti Berisha i quan organizatë kriminale. Zoti Rama ka ngriti komision, është më elegante kjo. E trajton, pa e quajtur. Edhe mund edhe, nuk është një çudi që ta shkrijnë, ta dëmtojnë, ta pengojnë. Tani, me atë fuqinë, me atë një deputetin tënd që si persona i ka fuqi, si format, po me një vot të kaput shpirtin, çfarë do bësh ti? Çau për tonë shqiptarë? Ja, jek në këtë emision, sa ka bërë njëri këtë pyetje. Përveç se është një vot, edhe ka peshën e vet, është një frymë mbi të gjitha. Ne do kërkojmë gjithmonë përmirësimin dhe fuqisimin e pavarësisë së Spakut. Luftimin e korrupsionit, e krimit organizuar, e marrëdhënieve, të kapjes shtetit midis oligarkisë dhe elitës politike, dhe çdo qëndrim ynë do shkojë në këtë drejtim. Çdo vërejtje jone, çdo kritikë jone, çdo propozim ynë. Nëse shkrin Spakun ata. Sigurisht ne jemi kundër. Do jemi kundër. Do i thrasim njerëzit në protesta. 139. Qofse ata duan që ta kthejnë prokurorinë tërësisht në politike. Çfarë do bësh? Po do thrasim njerëzit në protestë. Do bësh protestë? Po do i thrasim patjetër. Çështja është si ta përmirësosh punën, jo si ta kthesh në kohën e, ku diun, në punëzet të partisë, që janë plotësisht partisë. Unë e di që për punën e Spakut ka vërejtje, unë vetë kam vërejtje, unë të doja që prisja shumë më tepër për hetimin e përdorimit shtetit e financimit paligjshëm të partive për zgjedhjet e fundit. Nuk është bërë pothuajse asgjë. Mirë po, edhe një alternativa nuk është të kthehemi në kohën ku gjykatësin e emëronte drejt për drejt partia, por të përmirësojmë standardet e drejtësisë.